unë e kam gjetur punën nga panajeri i karrierës i epokës. Pra, unë e kam takuar punëdhënësin tim të parë në një panajër si puna e këtij. Ishte një CV që unë përgatita, që më dha mua mundësinë të jem sot personi që jam. Dhe rrjedhimisht, nëse ne nuk besojmë në instanca të tilla apo në oportunitete që i ofrohen, jo vetëm nëpër panajere, por praktika pune, hakathona, bootcampe, pra të gjitha këto gjëra që tregu ofron sot, ne duhet të jemi në një kërkim të vazhdueshëm. Pse? Sepse nuk i dihet asnjëherë kur ti takon punëdhënësin në jetës tënde ose kur ti zbulon rrugtimin që ti do të marrësh në jetë, sepse pa diskutim jo gjithmonë ne punojmë për të punësuar nga një punëdhënës, po punojmë edhe për të krijuar diçka tonën dhe për të patur një sukses sa më të mirë në treg. Dhe mendoj që ndoshta i neglizhojmë pak në përditshmërinë tonë këto gjëra. Mendojmë që nëse nuk është në LinkedIn apo nëse nuk është në Instagram, nuk na arrin, por duhet jemi edhe ne pak më shumë proaktiv, që t'i kërkojmë proaktivisht këto gjëra dhe nëse këto gjëra nuk ekzistojnë, pse jo le t'i krijojmë.